Olsi Bylyku flet për herë të parë për Egli Takon. Gjatë një interviste, Olsi Bylyku përballë me pyetjet e drejtpërdrejta të gazetares veçanërisht për situatën që u krijua rreth tij dhe Egli Takos gjatë Big Brother VIP. Ti e zgjuar një ditë me komente, i mallkuar qofsh dhe të nesërmen me lumë si ti, tha gazetaria duke ju referuar rrëmujës në rrjet pas deklaratave të Olsit për Eglin. Ai kishte menduar ai ndikimin e kësaj situate. Olsi pa asnjë filter pranoi se ajo që e çuditi më shumë nuk ishte opinioni i njerëzve për Eglin, por diçka tjetër. Ajo që më shqetësoi më shumë ishte fakti që nuk kishte asnjë koment për partneren time aktuale, tha ai, duke theksuar se gjithmonë biseda ndalonte te historia e tij e mëparshme. Kam shumë respekt dhe mirënjohje për atë gocën dhe i uroj fitoren, shtoi ai duke nënvizuar se ndonse gjithçka ishte përqendruar te e kaluara, askush nuk kishte përmendur njeriun që ka prap sot. Me veten time kam thënë, si nuk shkroj njeri për partneren time aktuale, pastaj mendova që nuk ka problem, se mirënjohjen ja shpreh vetë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.